Situata pavarësisht se ka një armëpushim, është një situatë e nderë, situatë e rrezikshme, e cila nga momenti në moment mund të kthehet në një konflikt. Këto tendencat që ka për shkak të goditjeve ose për moskthimin e plotë të pengjeve e tjerë, janë thjesht momente të cilët të krijojnë premisa për të prishur këtë lloj paqe apo këtë lloj armëpushimi të krijuar në këtë zonë. Mbajtja nën kontroll e Netanyahut është shumë e rëndësishme sepse problemet që ka krijuar janë edhe tensionet që ka krijuar në shumë vende të vetë Bashkimit Evropian. Kanë shumë vende të Bashkimit Evropian të cilët janë të ndarë në qëndrimet e tyre ndaj Izraelit, pavarësisht se bloku mundohet të jetë në një politikë të unifikuar dhe po themi të politikave ndaj Izraelit. Por ka një lëvizje ku janë lëvizje të cilat mund të krijojnë probleme edhe vetë në botën arabe. Dhe çështjet që mbeten sot kritike është si do jetë statusi i Gazës, si do jetë raporti ndërkombëtarëve për të siguruar atë kontrollin e rindërtimit të tij, elementet e sigurisë, ka ndryshuar dhe arkitektura e sigurisë në këtë zonë. Për shkak të ndërthurisë së shumë faktorëve të tjerë, përfshirë jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vetë botën arabe. Konflikti në lindjen e mesme nuk është i barabartë dhe i njëjtë me konfliktin në Ukrainë, janë dy gjëra të ndryshme dhe janë të dy histori të ndryshme. Dhe nuk mund të jetë e njëjta formë për zgjidhjen e këtij konflikti apo për nëse ne themi ka një armëpushim, armëpushimi nuk është zgjidhje, është thjesht ngrirje e një konflikti. Dhe zgjidhja e një konflikti do të vijë nëse kjo do të zgjidhet në mënyrë të drejtë për të vajtur apo jo me njojën e shtetit të Palestinës ose për të marrë hapa të tjera më të guximshme dhe nuk mund të jetë gjuha e forcës dhe gjuha e luftës që do të përdoret me Bibin apo jo. Me Bibin. Sepse thotë vetë Donald Trump. Situata është e tillë që edhe gjendja ekonomike nuk është e lehtë. Këtë gjendje ekonomike e vuajnë të gjithë qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian veçanti, por dhe vendet e këtyre